Në Shqipëri, ku siguria ushqimore është një lojë fjalësh dhe institucionet shtetërore mbyllin syt përballë skandaleve, Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, shfaqet e qeshur dhe me dorën në zemër në një iftar luksoz me mbështetësit e saj. Ndërkohë që qytetarët konsumuan fileto pule të infektuara me salmonel, të importuara nga kompanitë e Mont Goxhës, ministrja që ka për detyrë të mbrojë shëndetin e konsumatorëve, vazhdon aktivitetet mondane, sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Në vend që të kërkonte përgjegjësi dhe ndëshkim për ata që sollën mbi 18 ton mish të kontaminuar në tregun shqiptar, të niste hetime të plota për abuzimet me sigurinë ushqimore, apo të sqaronte publikun mbi rrezikun e madh që ju shkaktua, Denaj zgjedh të shfaqet të relaksuar në ambiente luksoze. Dora në zemër mund të jetë një gjest miqësie, por për qytetarët që konsumuan mishin e helmuar është fyerje e hapur. AKU, institucion që gjendet në varësinë e Ministrisë së Bujqësisë, u tregua skandalozisht e paaft për të parandaluar përhapjen e mishit të kontaminuar dhe pasi u konfirmua prania e bakterit Salmonella, nuk informoi publikun me kohë dhe nuk ndaloi shpërndarjen e produktit. Në një vend normal, një skandal i tillë do të kishte sjellë dorëheqje, arrestime dhe përgjegjësi penale, por në Shqipëri gjithçka mbyllet me një darkë të shtruar dhe një foto të bukur për rrjetet sociale. Qytetarët ndërkohë mbeten të ekspozuar ndaj produkteve të rrezikshme, ndërsa përgjegjësit festojnë pas një shqetësim.